Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicion e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Prokuroria Speciale e Kosovës po zhvillon një aksion në ndërmarrjen publike regionale të pastrimit ekoregjioni në Prizren. Në lidhje të drejt për drejt rreth këtij aksioni do të na njoftoj korrespondentja jon atje Nora Xhuzi. Nora, përshëndetje, nëse po më dëgjon, na thuaj për çka po zhvillohet ky aksion? Po, përshëndetje për juve në studio dhe për gjithë shikuesit tanë. Sot në orët e hershme të mëngjesit, Prokuroria Speciale ka kryer bastisje në kompaninë Ekoregjioni këtu në Prizren, ku ka rezultuar ky aksion me 2 të arrestuar AG, i cili po dyshohet për keqpërdorimin e autoritetit zyrtar, dhe RZ, i cili po dyshohet për veprën penale, keqpërdorimin dhe mashtrim në prokurorimin e një tenderi. Gjatë bastisjes, pra gjatë kryerjes detyrës nga prokurorët, është gjetur një armë zjarri AK-47, prova të ndryshme materiale si dhe para të gatshme në vendin e ngjarjes. Këto janë për momentin informacionet lidhur me bastisjen dhe arrestimin e 2 personave të kryer sot në mëngjes në kompaninë Ekoregjioni. Ora, unë të falenderoj shumë për të linjë të drejt për drejt. Në Fushë Kosovë një burr është arrestuar për dhunë në familje, ndërsa një rast ngacmimi seksual është në procedurë të rregullt, njofton policia në raportin 24 orësh. Në Gjilan, një person u arrestua për vjedhje të rëndë, ndërsa në Prizren një aksident trafiku ka me të lënduar me 6 persona në Pej. Një rast të dhunimi ndaj një gruaje është në hetime, ndërsa në Mitrovic të Veriut janë gjetur armë dhe municion pa leje në një shtëpi të pabanuar. Statistikat e përgjithshme tregojnë 13 persona të arrestuar dhe 12 në mbajtje, 19 aksidente me të lënduar dhe mbi 2000 tiketa të shqiptuara. Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka njoftuar se nga sot në orën 12 do të ndërpritet qarkullimi i kamionëve në të gjitha pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas kësaj qendre, masa lidhet me protestat e paralajmëruara të transportuesve në Serbi dhe rajon, si reagim ndaj sistemit të ri të hyrje-daljeve në Bashkimin Evropian. Ndërprerja pritet të zgjasë deri në 7 ditë dhe do të ndikojë vetëm në transportin e mallrave, ndërsa autobuset dhe automjetet personale do të qarkullojnë normalisht. Ndërkohë, në qendrën e numërimit dhe rezultateve po vazhdon rinumërimi i flet votimeve për votat e kandidatëve për deputet. Bëhet e ditur se deri më tani janë rinumëruar mbi 67% e vend votimeve, ndërkohë që sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, procesi është përmbyllur plotësisht në 23 komuna. 76 ekipe me 250 numërues janë çdo ditë angazhuar deri në orën 24 për rinumërimin e votave të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi vënë pas se po bëhet përpjekje maksimale që gjatë javës së ardhshme të përmbyllet rinumërimi në të gjitha vendvotimet, që do t'i hap rrugë shpalljes së rezultateve përfundimtare. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë njofton se produkti për foshnje Aptamil AR2, paketimi NG 24 me 400 gram është tërhequr nga tregu. Shkak është gjetja e substancës kerekulli e rrezikshme për shëndetin e fëmijëve. Konsumatorët paralajmërohen të mos përdorin produktin dhe ta kthejnë në pikat e shitjes. AUV thekson se po monitoron tregun dhe po merr masa parandaluese për sigurinë ushqimore. Komuna e Prishtinës ka njoftuar se si pasojë e errave të forta gjatë mbrëmjes janë shkaktuar dëme të lehta materiale. Sipas komunës, ekipet e zjarrfiksëve janë në terren dhe po vazhdojnë angazhimin e tyre, duke mbuluar edhe komunën e Fushë Kosovës. Komuna apelon për kujdes të shtuar, veçanërisht gjatë lëvizjes në hapësira të hapura dhe pranë objekteve apo strukturave të paqëndrueshme.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski thot se një dokument I garancive të sigurisë nga SBA-ja është 100% gati. Një dokument I SBA-s mbi garancitë e sigurisë për Ukrainën është plotësisht gati dhe Kievi po pret një kohë dhe vend për nënshkrimin e tij, ka deklaruar të dielën presidenti Volodymyr Zelenski, duke treguar se bisedimet e fundjavës me Rusinë në Abu Dhabi kanë bërë një farë përparimi. Për ne garancitë e sigurisë janë para së gjithash garanci sigurie nga Shtetet e Bashkuara. Dokumenti është 100% gati dhe ne po presim për partnerët tanë ta konfirmojnë datën dhe vendin kur do ta nënshkruajmë atë, ka thënë Zelenski në një konferencë për media gjatë një vizite në Lituani. Dokumenti do të dërgohet më pas për ratifikim në Kongresin e SBA-s dhe Parlamentin Ukrainas, ka shtuar Zelenski. Sipas tij në Abu Dhabi po diskutohet plani 20 pikësh I SBA-s dhe çështje problematike. Kishte shumë çështje problematike, por tani ka më pak, ka thënë Zelenski, ndërsa ka shtuar se Moska dëshiron të bëjë gjithçka që është e mundur për ta detyruar Ukrainën të braktisë rajonet lindore që Rusia nuk ka mundur t'i pushtojë që nga invazioni I saj në shkallë të plotë. Por Kievi sipas Zelenskit nuk është larguar nga qëndrimi se integriteti territorial I Ukrainës duhet të ruhet. Këto janë dy qëndrime thelbësisht të ndryshme të Ukrainës dhe të Rusisë, ndërsa Amerikanët po përpiqen të gjejnë kompromis, ka shtuar Zelenski. Të premten dhe të shtunën negociatorët ukrainas dhe rus zhvilluan takimin e tyre të parë trepalësh përfshirë ndërmjetësuesit amerikan në Abu Dhabi për të diskutuar kuadrin e Washingtonit për t'i dhënë fund luftës pothuajse 4 vjeçare, por nuk arritën marrëveshje. Megjithatë, Moska dhe Kievi thanë se ishin të hapura për dialog të mëtejshëm dhe pritën diskutime tjera të dielën e ardhshme në Abu Dhabi sipas zyrtarëve amerikan. Presidenti Trump thot se administrata po shqyrton gjithçka pas të shtënave me armë zjarri kundër Amerikanit Alex Preti, ndërsa administrata e tij më parë mbrojti vrasjen në Minneapolis nga agentët federal, duke kundërshtuar videot që po qarkullojnë. Presidenti Amerikan Donald Trump thot se administrata e tij po rishikon gjithçka pas të shtënave fatale nga agentët e imigracionit ndaj infermierit 37 vjeçar të kujdesit intenziv Alex Preti në Minneapolis të shtunën. Në komentet e tij për Wall Street Journal, Trump tregoi gjithashtu se përfundimisht do t'i tërheqte agentët nga qyteti, por pa dhënë një afat kohor. Gazeta raportoi se Trump u pyet drejt për drejt 2 herë nëse agenti kishte bërë gjën e duhur. Ai u përgjigj, po kërkojmë, po shqyrtojmë gjithçka dhe do të dalim me një vendim. Ai gjithashtu I tha gazetës se nuk I pëlqente asnjë shtën, por nuk I pëlqente as kur dikush shkon në protestë dhe ka një armë shumë të fuqishme të mbushur plotësisht me 2 karikatorë. Protestat vazhduan në Minneapolis dhe qytete të tjera të SBA-s të dielën, ndërsa guvernatori I Minnesotës, demokrati Tim Walz, paralajmëroi se Amerika ishte në një pikë kthese. Faktet rreth incidentit të shtënat e dyta fatale nga agentët ndaj një qytetari amerikan në javët e fundit janë dënuar ashpër, duke krijuar një përballje të re mes zyrtarëve shtetëror dhe federal. Administrata e Trumpit kishte mbrojtur më parë oficerin që qëlloi Pretin, ku sekretarja e sigurisë kombëtare Kristi Noem tha se Preti u qëllua sepse po vringollonte një armë. Autoritetet lokale e mohojnë këtë, duke shtuar se arma ishte e regjistruar ligjërisht dhe se Preti u qëllua pasi u hoq arma e zjarrit, ndërsa videot e kalimtarëve tregojnë se e tëra që Preti kishte në duar ishte një celular përpara se agentët ta kapnin dhe në fund ta qëllonin nga afër. Administrata e presidentit Trump po përballet me presion edhe nga disa republikanë të shquar, të cilët u janë bashkuar demokratëve të opozitës në thirrjen për një hetim të gjerë. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.